Këshilli i Qarkut ka zhvilluar mbledhjen e radhës. Mbledhja u zhvillua këtë të mërkur, ndërsa vetëm 3 pika kanë qenë pjesë e rendit të ditës të kësaj mbledhje. Një nga pikat e rëndësishme ishte buxheti faktik për vitin 2024. Gjithashtu në këtë buxhet u referua ndryshimet, por edhe zërat nga kryetari i Këshillit të Qarkut Ervis Moçka, si dhe drejtues të financës në Këshillin e Qarkut. Një tjetër pikë e rëndësishme e rendit të ditës ishin edhe tavanet buxhetore, ashtu sikundër edhe një ndryshim në strukturë, ku tashmë organikës së Këshillit të Qarkut i shtohen edhe 3 punonjës për administratën e mbrojtjes së tokës. 3 kanë qenë projekt vendimet që ka miratuar Këshilli i Qarkut në unanimitet të plot në këtë mbledhje. Kjo ishte mbledhja e parë e Këshillit të Qarkut për vitin 2025, ndërsa mbledhja e fundit u zhvillua në fund të dhjetorit dhe që përkiste pikërisht me mbledhjen e vitit 2024, që përmbylli edhe atë vit kalendarik me miratimin e buxhetit.